Përshëndetje YouTube-i, si ju kam? Mirë se erdhët në një vlog të ri. Unë tani po iki te Mirsada, te shoqja ime që ka te parukerin që ju kam fol shumë shpesh, sepse më kanë dalë shumë thinjat dhe nuk mund t'i duroj dot më. Dhe do iki t'i ly dhe do heq edhe thonjt. Kam hyrë atë periudhën tani që du të heq thonjt. Se mu më kap shpesh kjo periudha që du t'i lej, domethënë të marrin ajër, sepse i bëj për shembull gjithë vitin pa pushim ose një vit e gjysmë pa pushim, i lej një 2-3 muaj pastaj të marrin veten dhe kam vendosur që t'i heq. Këto kanë bërë 1 muaj e 1 javë dhe janë akoma në gjendje shumë të mirë, po unë do t'i heq se më ka fiksime. Dhe siç u thash, do lyte flokët, do bëj atë krefjen që ma qanë Mirsada. Do rri pak aty, do bëj muhabet dhe pastaj do ikim në shtëpi. Ose ka mundësi iki tek Waikiki ose shtëpia e lodrave, sepse du t'i blej çunit disa pijame të trasha, duhen për kopësht kur bën gjumin e drekës. Edhe në rast se do iki, do ju marr me vete.
hapim ca pakot e muje. Këto më kenë, gjysmat e pakove më kenë 4-5 ditë që më rinë në shtëpi dhe nuk i kam hap se thash t'i hapnim bashk. Po gjithsesi materialin e kam provu të rrobave dhe nuk është se më ka pëlqyer shumë, pavarësisht se unë kam zgjedh produkte, rroba, gjona me çmim mesatar dhe me këtë gjë kam kuptuar që unë nuk marr më rroba tek Temuja. Nuk më pëlqejnë, sa do t'i marr të shtrenjta, nuk kanë atë materialin që unë mund përdor dhe ndoshta për gjëra tjera, për butallliqe që blem për shtëpi, dizenjo, lodra për kalamaje, për kështu, po, ja vlen Temuja. Dhe për këto gjonat e kuzhinës, siç mund t'jenë filxhanët, këto zbukurimet e vogla, këto ja vlen. Po, rrobat, me të drejtën, mu nuk është se më kam pëlqyer. Kam marrë këtë bluzën, këtë pulovrën me kështu me print tigri dhe mund të duket copë e mirë, por që është nga ato copa që në momentin që do t'a fusësh ta lash, të len direkt në baltë. Qepe nuk është se e ka shumë të mirë, por që prap, për tu hell ose e gratës fundit nuk e them dot, por që aq sa duken në foto ose aty ku ne i porosisim nuk janë. Duken ndryshe nga që janë. Shi si është materiali. Aty u shkonte sikur është i plot, ndërkohë nuk e dia kuptoni, ky është transparent fare si materialja. Duket. Ndërkohë aty shkonte copë e plot, e trash për dimër. Nëse hiku kjo. Kjo tjetra është një tip gjakete pejdeshi. Kjo ishte më ndryshe, kishte material më të mirë, po unë e kam blekte diku ke 30.000 lekësh, 27-28 kështu. Dhe nuk mund ta them që është materiali i asaj. Është më e plot, më e mirë, e butë, të mban ngrohtë, këtë edhe mund ta vesh, ndërsa atë që u tregova jo. Ka këto kopsat këtu, ka qepjen, është një pike domethënë, nuk është se ka ndonjë gjë të veçantë, po unë e porosita vet kështu. Ja. Kjo është diçka më ndryshe se ajo e para. Kam marrë një palë streqe, nga këto që janë si me shtat lartë kështu, i vesha pardje, më do një streqe të zeza, një gjitë pas trupit, po ato nuk ishin masa që unë i mora kasile XL-ja, që thasht më rinin mirë, mos kisha probleme, ndërkohë ato mund t'ishin mëja, edhe as nuk e di fare ku i kam lanë në të drejtën që t'ja u tregoj. Ndërsa ky produkti më ka pëlqyer shumë, sepse me vërtet që ja vlen, e t'ja tregoj si çfarë është. Ky është një aromatizues dhe pastrues për banjon, që nuk e di si funksionon, si futet kjo. Ku futet kjo këtu? Besoj se duhet hiqet kjo, edhe futet kjo këtu brenda, edhe kjo nxjerr si formë lule, nxjerr një si tip gjeli, gjelatine, që e vendos tek banjo, ja, ta shpjegoj kjo. Kështu del, e vendos tek WC-ja, dhe kjo ngjitet kështu si lule dhe pastron dhe aromatizon WC-n sa herë që e shkarkojmë. Dhe unë e kam zgjedhur me aromë trëndafili. Kjo thotë që ka 14 aplikime. Domethënë 14 sprucime aty, zjat goxha, vjen aroma e trëndafilit edhe pa hap fare, aq e mirë është. Domethënë kjo ja super bleti. Kam marrë dhe kesit i këto, më thonë që janë shumë të mira. Ju thash, për gjona tjera, Temuja janë super vend. Për rroba nuk është. Ky është mendimi im. Tani kemi një pako shumë të madhe këtu. Dhe kjo me shumë mundësi do jetë, është tapeti. Sepse unë kam marrë, nuk e di kam thonë, po kam marrë një tapet kështu fluffy. Sepse tapetet më kanë pëlqyer shumë tek Temuja, edhe tapetet e tjera që kam, ato të bardha që më kanë komentuar shumë, janë të Temus. Dhe janë fantastike. Në momentin që bëhen pis, i fut i lan në lavatrice,
I thanë tharse dhe I ke gati për 1 orë, 1 orë e gjys, I shtron prap, nga poshtë kanë atë materialin që ngjisin, që janë si elastik që mos të veshkasin dhe më kanë super pëlqyer. Dhe thash po marr një tjetër, por gjithsesi te kjo pako kam me 2-3 zhona tjera. Ja u tregoj këto një herë, pastaj t'ju tregoj tapetin. Këtë që kam këtu, kjo është një si tip bashkëpunimi që kam bërë me Temun. Këtë se kam paguar me lekët e mia, është paka shumë, jo paka shumë, është një robot që pastron shtëpinë, është kështu I vogël, është super mini dhe me sa pash te komente thonin që e bën punën shumë mirë pa që I vogël sa është. Po unë nuk pres në I gjë kështu disa çast, se shipe sa I vogël është. Dhe më thënë drejtë nuk e di se sa kushton te ky, se siç ju thash më ka dhënë Temuja, ja sa I vogël është. Llogaritën e pak jo, ja sa është dora ime, ja sa është kjo. Unë gjithsesi do ta provoj dhe ja u tregoj. Pas ka dhe këtë brenda, nuk e di çfarë është kjo. Ka dhe këto këmbët që janë si fuqe, vetat. Këto të dyja. Tani kur ta provoj, dhe ja u tregoj, po shumë shpesa mos mani. Ndërsa këtu kam një lodër të Odit, që ai e ka shumë qef, sepse Odi e adhuron të shkruaj, bëj numrat, shkronjat. Unë do mundohem që gjitha ato produkte që po ju tregoj t'ja u le diku me foto, me fotot që janë marrë tek Temuja, domethënë. Dhe kjo është shumë e bukur. Është kështu me këtë lapsin e vet që mund të shkruaj këtu, ka këto forma gjeometrike që lëvizin dhe kanë magnet. Në momentin që I vendos këtu, edhe që ndrojnë, po edhe lëshojnë atë bojën e vet. Ka edhe kështu këmbëza që t'ja bësh fëmijës si tavolinë që të ri, plus që ka edhe një si tip varse këtu që ta varësh diku dhe fëmia për shembull të shkruaj të lozi në mur. Pas ka edhe këtë letrën këtu që është me ngjitse të ndryshme, që mund të ngjisë çuni kudo këtu. Dhe që ka shumë e bukur. Do më thënë, ka këto këmbëzat. Ka jo shushin. Ka dhe këto. Karakter si pjesë kështu. Nuk e di çfarë është kjo çallë kafshë I bjen. I bjen tjetë si vesh bretkose, nuk e di. Vendoset këtu dhe merr këtë pamjen kështu kjo. Shumë e bukur kjo. Odi dhe e pëlqen shumë kur ta shoh. Edhe këto I kam nga Temuja. Janë kështu varg me fantazma për Halloween. Janë kështu që ndriçojnë natën, duken si neon. Kanë fije e vet dhe këtë si gjilpër që të ngjiten kështu, edhe ti vendos te shtëpia diku për dekor për natën e Halloweenit. Unë nuk po e hap sepse nuk kam si t'ja u tregoj, nuk do I përdor tani. Po ditën e Halloweenit, kis me Zoti do shtoj disa detaje në shtëpi dhe patjetër që do jenë me këto dhe do t'i shihni. Tani ky është tapeti. Unë shumë kurioze ta shoh si do jetë I vendosur. Ja si është I pandosur kështu, unë do ta hap dhe do ta vendos tek domandenje dhe do ja u tregoj, po gjithsesi do t'ju tregoj pak materialin këtu. Është kështu me qime, kështu flafi. Dhe ky kishte komente super të mira. Komente dhe foto reale shumë të bukura dhe prandaj e mora dhe ky diku këtë 30-32.000 lekë ka bo. Dhe ta provojmë bashkë. Tani kam dhe një pako tjetër këtu. Ka hapën edhe këtë. Kjo është pakë e fundit, nuk kam më. Këtu janë një set I madh me tasa me vakum, tasa kauçuku me vakum, për vendos ushqime të ndryshme ose makarona, drithra, oriz. Ose kur do të shkosh diku, do të marrësh ushqim me vete. Nuk e di sa ka ky seti mren, por e di që është një set I madh dhe vetë gjithashtu kur ta hap dhe ta vendos në kuzhinë dhe u tregoj, po me sa pash ishte shumë I pëlqyer dhe ky. Produkti I fundit është ky si tip rafti kështu me hekura dhe me ndarse, edhe varse gjithashtu.
Besoj se do keni pasi kjo se përdoren gjithani dhe shqiten gjithani. Unë e mora një ngjyrë të bardhë me sa më e mend. Do ta vi diku këtu ke qoshat të dhoma, të varim në një gjo, sepse e kam një zonë këtu që e kam bërë dhe gjithmonë e kam menduar që të një si kjo. Tani unë nuk e di, kam zgjedhur të duhurën, po edhe këtë do ta hap, do ta montoj Lori dhe do ja u tregoj. Është shumë si prej hekuri. Nuk e më sa e kam bërë, po nuk bëjse se do ketë bërë më shumë se 17.000 lekë, 18.000 lekë kjo. Atëherë, këto ishin gjithë produktet që produktet e veshjet që kam ble katër nga Temuja. Si që thash, nuk jam e lumtur për pjesën e veshjeve, po gjithë tjerat janë super mirë dhe kam ble dhe gjithmonë do blej gjona ke Temuja, përveç rrobave. Tani ne po vim nga puna, unë dhe Lori të ndërtoj këte, unë të vendos tavolinën dhe ato gjonat e tjera që ishin dhe t'ju bëj video, t'ja u tregoj dhe këtë vlog do ta mbyll këtu, por ju mos ikni sepse shihni këto që ju tregova. Gjithsesi unë do ju përshëndes tani sepse po mendoj që këtë vlog ta mbyll këtu. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, jeni shumë të mirë dhe ju push shumë fort. Shihemi te vlogu radhës.